është masë e vërtet që Anis Mehmeti, duke bazu të statistikat të ligat që luan, sot është lojtari më në formë i Shqipërisë në fazën ofensive. Pra, ne nuk e kena luksin ose privilegjin me injoru një fakt tillë, sepse jena një kombi vogël, jena një vend që nuk kena superhyje, jena një vend që jena duke u rrit, nuk është një skuadër e stabilizuar. Dhe sigurisht që këto lojtarë që janë më në formë të momentit, janë ato që duhet më thirrë në ekipin kombëtar. Por Shqipëria duke qenë Shqipëri, duke qenë një vend me probleme sociale shumë të mëdha, duke qenë një vend që ka shumë padrejtësina dhe rrallë herë ai që e meriton merr atë që i takon, sigurisht që edhe në futbolli është institucioni i futbollit, është pjesë e Shqipërisë, kështu që këto manovra edhe në futboll. Edhe Silvinho, me çka kam kuptu, i është adaptu shumë mirë formulës që funksionon në Shqipëri për momentin.